Përshëndetje miqtë të çmuar. Satani gjatë një vitit ka shumë festa, por kulmon me festën më satanike që e ka emrin Halloween. E di që shumë nga ju nuk do jeni dakord, sepse ndoshta mendonin që s'ka problem, janë gjëra të cilat lojra, është vetëm një ditë. Mirë po miku im i çmuar, themeluesit e grupeve më të mëdha satanike kanë shpallur vetë ata që është Halloween dita dhe festa më e madhe satanike. Dhe kulmin e kësaj feste ka nga ora 11 deri në 12 të natës. Miku im i çmuar, ajo që unë duhet të inkurajoj është kjo, të lutem. Mos u bëj pjesë e kësaj feste. Refuzo që kjo festë të jetë pjesë e jotja apo e familjes tënde. Mos e vish fëmijët me vdekjen, sepse ne njerëzit nuk kemi asnjë lloj mundësie që të kemi një marrëdhënie me vdekjen, sepse jemi të gjallë. Ju shikoni se si njerëzit vishen si skelet, si njerëz të vdekur. Kjo do të thotë, miku im i çmuar, që ne duam të kemi një marrëdhënie me vdekjen. Miku im i çmuar, jeta ka më shumë vlerë se sa vdekja, ndaj në emrin Jezus, unë të bëj thirrje, mos u bëj pjesë e kësaj feste satanike. Nëse nuk më njeh, jam pastor Paulin Villaeti, pastori i Qendrës Krishtere Shqiptare në Tiranë. Të bekoj duke u lutur për ty dhe familjen tënde. Zoti të bekoft.